Shëndetje arbërit e drinje, sot për ju kam përgatitur një fabull. Një sor pa një shqiponj që me kthetrat e saj mori një qenç e shkëputi nga toka dhe ngriti lart në ajër. Edhe ajo tha, të bëj dhe unë si shqiponja, dhe ju afruaj një qençi tjetër që ta kapte me kthetrat e saj. Mirë po qençi ju duk i vogël, dhe pa aty tutje dashin e kopes. A tha, ky është për mua, dhe fluturoi drejt tij, nguli kthetrat në leshin e dashit. Mirë po kthetrat ju ngatëruan aty. Tentoi të luante krahët në mënyrë që të fluturonte e të ikte, por nuk arriti dot, për më tepër tërhoqi vëmendjen e bariut, i cili erdhi dhe e kapi sorrën. Pastaj ai e mori në krah dhe ja tregoi fëmijëve të tij. I tha, e dini çfarë është kjo? Sorri, thanë ata. Jo, kjo është një sorë që e pandente veten si shqiponj, por e pësoi keq.